Ja, ditë ka qenë një ditë pranvere, domethënë e marsit, edhe ne u përgatitshim për ngjarjen që do të ndodhë këni ditë. Nuk e kem ditë që do të ndodhë me 24 mars, po mas ngjarjeve, mas sulmit që ndodhi në familjen e komandantit ligjendar Adem Jashari, atëherë pika dytë ishte zona operative e Dugaxhinit. Ne si familje kem qenë zbulum qysh herët edhe forcat serbe jugoslave kanë ditë, për arsye se Leoni është vrarë në maj të 97-s, edhe ne jemi kontë të identifikum si familje edhe si pikë përgjigje për zonën operative që i përket bartjes të armatimit prej kufirit Shqipërisë edhe lidhja me Drenicën. Ne kem pas të gjithë armatimin, ne kem pas të gatshëm, me çanta, me armë, dishim se cili ku i kem tanat, se dishim që do të ndodhë një ditë. Edhe aty ka nisë beteja. Po na kem pas një shtëpi afër prej ku ka qenë shtëpia Ramushit, ka qenë shtëpia e një serbo-malazezi, ndërsa forcat serbe ishin pozicionu aty, edhe e kishin parrëdhu gjithë fshatin. Më thonë, ndërhyrja ka qenë shumë shpejt, dikun për 15 minuta kanë ardhur shumica e forca, domethënë që